faleminderit për shëndetjet për juve, po është e vërtetë sot neve kemi qenë prapë në mëngjes edhe në erën e ushqellës, unë si kryeshef ekzekutiv, spaku dhe së bashku me kolegët e mi, diskutim edhe me ish-drejtorin e njësisë ato dhe kemi kërku prej tyne që stafin aktual i cili dhe gjendet ato përkohësisht ta lirojnë nga detyra, derisa të përfundojnë procedurat e konkursit hapun, i cili duhet vazhdoj supozoj nëse arrin drejtori së bashku me stafin tonë të bëjnë gati dokumentacionin, besoj që gjatë javës hapet konkursi për numrin e nevojshëm të njerëzve që na duan për të shërbyer qytetarët në pjesën veriore të Mitrovicës edhe në zveçan. Momentin që ata i kanë të gatshëm me dokumentat, ne jemi të gatshëm të hapim konkursin, shpallën vendet e lira në bazë rregullore në fuqi, aplikojnë njerëz normalisht. Për mua, si kryeshef ekzekutiv, prioritet e kam i zgjedh shefin apo menaxherin e njësisë, pastaj menaxheri i njësisë normalisht është përgjegjësia e tij të vazhdojmë me procesin e rekrutimit edhe angazhimin e punëtorëve të ri, qoftë këty në ekzistues, qoftë edhe të ri nëse aplikojnë të ri që po besojmë që i plotësojnë ashtaj më të mirë se këta, ato në çështje cilat drejtori me stafin e burimeve njerëzore të kompanisë ka me vlerësu, edhe të vazhdojmë tutje. Çka është më rëndësi në breng cila po stërflitet realisht e qytetarëve, furnizimi me ujë ka vazhduar që nga pas lufta për Mitrovicën e Veriut edhe për Zveçanin nga kryu Mitrovica, do vazhdoj furnizim, edhe në vazhdim nuk do ketë asnjë të lashe me këtë qëllim. Furnizimi vazhdon, ekipet tona teknike i kemi angazhuar më marrë me pjesën teknike dhe me mbajtjen e rritit në rast se ka ndonjë të lashe. Ne besoj sot gjatë ditës i shpallim edhe numrat kontaktues në rast nevoje në qytetar ka ndonjë të lashe me të lashe teknike, me ujin, me kanalizimin, kontakton kolegët, numrat kujdestar, 24 7 kolegët tonë janë në shërbim të qytetarëve. Edhe ne po duam të siguru gjithë qytetarët e Mitrovicës, Veriut dhe Zveçanit se furnizimin do e kenë mbrana mundësive 24 7 qysh e kanë pas deri më sot. Uji është të lashe teknike, na kemi të lashe teknike edhe në Mitrovicë Jugut, edhe në Vushtrellën në Skënderaj, nuk e përjashtojmë që kanë menduar edhe në pjesën veriore, me siguri kanë ndodhur më herët. Por që ne do japim maksimumin që furnizimi të jetë 24 7, ekipet tona janë tëra 24 7, i kemi ekipet kujdestare, numrat i publikojmë sot gjatë ditës dhe nuk do ketë të lashe. Sa i përket cilësisë të ujit, cilësia e ujit vazhdon të mbetet po e njëjta cila ka qenë edhe më herët, uji jon kontrollohet 24 7 nga ekspertë tonë në kompani, njëjtën si kontroll dytë është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i cili verifikon ujin edhe cilësinë e ujit, të sigurohen qytetarët që uji është i pishëm edhe nuk ka asnjë problem tjetër. Për të lashe tjera që mundën me ndodhë në teren, çfarë do të qofshin ato, normalisht janë ekipe tjera të policisë dhe instanca tjera të sigurisë cilat merren. Sa i përket furnizimit me ujë, na mbajmë përgjegjësinë e plotë, edhe sigurojmë qytetarët se furnizimi me ujë do të jetë 24 7 qysh ka qenë deri më sot.